Të shkurt me ekipën tonë që është në teren të xhamia në lagjen e spitalit e dita që të cau mere emisionin kontrol atje kemi të utën përshëndetje qa ka treja qa u bo që ti përfundove në xhami e dashur Përshëndetje Edita ku përfundova si e the? Në xhami, pse përfundove në xhami? Në xhami për krejt ata që janë muslimanë është shumë mirë me ardhë edhe me vizitu gjithmonë. Pra jam tek xhamia profesor Dr. Bedri Kameri në lagjen e spitalit, si që the edhe ti Edita. Dhe jemi në vendin ku nëse për gjithë ata që nuk ju kujtohet, para disa kohësh e kemi pasur imamin e kësaj xhamie mysafir dhe ka përmendur se si në këtë vend shtrohet iftar për të gjithë ata që kanë nevojë, apo edhe kryesisht më shumë janë student ata që vizitojnë në gjatë Ramazanit për iftar dhe është ky pra objekti që është përmendur që mundën familjarët e atyre që kanë dikë të hospitalizuar në QKUK mundën me kalu natën këtu kur nuk kanë ku ta kalojnë natën. Pra jemi pikrisht në këtë vend dhe ky është objekti ku ne kur erdhëm sot vetëm e pam që mbrëm kishte kalu natën dikush këtu dhe shkojnë gjatë ditës në spital dhe kthehen prap për gjumin këtu. Ndërsa këndej për ata që janë duke na ndjekur me video është edhe tenda ku mbahet iftari gjatë gjithë Ramazanit, një iftar që dhurohet për të gjithë. Ata që ka nevojë dhe dëshirojnë të vinë këtu. Numri i personave që tashmë po shërbehen këtu me iftarin shkon deri në 200, varet nga dita në ditë, por 80 deri në 200 persona zakonisht po shërbehen me iftar në këtë xhami. Me mua sot është imami Lapinot Maliqi dhe do të flasim edhe për një aktivitet tjetër. Pra sot dhe nesër do të shpërndahen disa pako ushqimore për personat që kanë nevojë për këto, se kujt do t'i shërbehen, flasim pra me imamin. Faleminderit shumë që ke pranu këtë intervistë. Mund na thuash sa pako do t'jenë, çfarë vlere kanë ato dhe si keni zgjedhur që t'i ndani? Po, natyrisht kjo është një muaj i bekum ku shtohet bamirësia dhe devotshmëria ndaj Zotit dhe bamirësia ndaj krijesave. Ndërsa përveç muajve tjerë ashtë Ramazanit që shpërndajmë pako ushqimore çdo muaj, gjatë këtij muaji të bekuar e shtojmë numrin e tyre. Prandaj sot dhe nesër, siç e përmendit edhe ju, do të shpërndajmë mbi 250 pako ushqimore për familjet nevojtare. Natyrisht këto kemi menduar të shpërndajmë tek familjet nevojtare që kanë fëmijë me sindrom Down, tek familjet nevojtare që kanë fëmijë autik, tek familjet që janë nevojtare dhe kanë persona ende të pagjetur, tek veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tek familjet që kanë jetim në xhirin e tyre dhe kanë nevojë që t'ju lehtësohet sadopak ana financiare. Kjo pako që do ta shpërndajmë është shumë e pasur, është një pako mbi 50 euro që ka vlerë me gjithë artikujt bazik. Edhe kësaj pako i shoqërohet gjithashtu edhe një thes miell 25 kg. Natyrisht kjo nuk është e mjaftueshme për një kohë të gjatë, por sadopak për disa ditë, ndoshta edhe për disa javë, ja lehtëson sadopak ushqimet, gjanat elementare bazike familjeve nevojtare. Natyrisht kjo është një kontribut shumë i çmuar, mbi 172 pako janë kontribut nga xhamia shqiptare në Sydney të Australisë. Dhe pjesa tjetër e pakove janë kontribut nga biznesmenët vendor, për çfarë shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë kontribuesit, të gjithë donatorët, të gjithë këta bamirës për këtë kontribut shumë të çmuar, në Zotin që t'i shpërblej dhe t'u ashtoj të mirat edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Faleminderit shumë, i nderuar. Edita, nëse më lejon me shtu diçka, kjo xhami që ndodhet krejt pranë QKUK-s, unë tash kemi me provu me hy brenda pak, me pa edhe mielin edhe me pa edhe një vend ku shfrytëzojmë për gjumin, pra personat që nuk kanë ku të flejnë, të kalojnë natën dhe kanë pacient në spital teksa po shërohen.
Po, pikrisht këta po du me shtu që përveç që më lejojnë me hy edhe mu, se imamit zakonisht po i bëj pyetje a lejohet edhe on, i thash ja keni fillu me na friksu se s'pedim a guxoj me hy ose jo. Përveç që më lejohet me hy, por këme pas problem me leutrimin sepse ndryshon ndryqimi tash brenda dhe i duhem pak sekonda, po hym bashk me e pa edhe vendin, mu më lejohet. Vazhdoni ty, të shoh qatë mundë. He, bëjmë dritë në atë tjerat. Edhe një detaj tjetër. Kjo xhami nuk ka minare. Dhe pyeta imamin se pse nuk e ka minaren, tha që me që është e përkohshme dhe ka kushtu shumë, kemi vendosur që ato të holla me i dërgu kështu pra tek personat në nevojë dhe mos të bëjmë një minare vetëm të përkohshme, mos shpenzojmë në të, sepse tha lutja pranohet edhe pa minaren. Kështu që ka shumë detaje të cilat ndoshta në përkohë kur nuk i kemi ditë edhe i friksohemi. Faleminderit shumë i nderuar imam. Po shkojmë pak bashkë edhe me pa për krejt ata që mundën me na ndjekë edhe në televizion po edhe në YouTube, në kanalin ton të Radio Dugaxhinit, po hym brenda në xhamin. I duhem pak sekonda kameramanit, nuk e di si ka mu sjell me mu kur dalim. Pra, kjo është vendi ku edhe ata familjarë që i kanë pacientat familjarë të vetë shtrumë në spital, që mundin me shku, s'po di sakt ku mundin të mira, po besoj me pyet njerëz dhe afer e tregojnë basi s'ka minare pak ma vështirë me u gjetë. Kjo është mjelli. Është krejt afer spitalit, është se ka hyrja afer QKUK-s dhe hyrja ka e Uleksi që e quajmë na kështu. Dhe është një rrugë që dërgon, rruga si të hynë, rruga që dërgon prej spitalit, pra prej QKUK-s, që dërgon tek Pallati i Drejtësisë. Si të hysh në atë rrugë me njëherë, është në rrugë kryesore dhe shihet për krejt ata që e din. Një detaj tjetër që duhet me përmend është, tashmë po e sheni po besoj në video, ja shiko këtu e dita përdoren për të kaluar natën pra personat. Okej, mirë shumë. Mirë tuti, faleminderit shumë pra. Faleminderit Edita, na po besoj shihemi prap pak më vonë nga një tjetër aktivitet. Me nxi po pres. Faleminderit shumë, falenderoj shumë imamin. Shihemi. Që ende miren mesazhet e bisedës që i ka bo në programin ton Radar. Mesazhet e imamit. Faleminderit shumë. Ja përcjelli pas pak dhe nuk duhet harruar edhe një tjetër detaj plus që imami ka vendosur që stafin ton të radios naftojnë në një iftar, edhe këtu normalisht ja kom bo pyetjen a lejohemi edhe gratë edhe burrat dhe prapë më ka thonë që po. Qa kjo pyetja? Kështu që e falenderojmë gjithë ne. Faleminderit pra, dëgjohemi pas pak. Faleminderit tuti, faleminderit shumë Trimi.